Unë jam Gjemile Morina, jam bashkëshortja e Halit Morinës, me prejardhje jam pi Rahovecit, ndërsa e martuar në Kamenicë. Me 26 mars të vitit 1999, Halitin e kanë marrë në Dardani, në Prishtinë. E kanë marrë aty ku i ka pas depot e veta me teknikë barë, sepse ai ka punu gjatë gjithë kohës. Unë jam Remze Hajrullahu, i lindu në fshatin Vërbiz Zhegovsit, jam i lindu vitin 1960, përndryshe jam vëllau i Nazifit, Nazif Hajrullahu, i zhdukën luftën e fundit. Unë jam vëllau maj vogël. Ja sam Tomić Goran, brat nestalog Tomić Dragana, 10. jula 1999. godine. Imao 23 godine, 24 za mjesec dana nije. Quhem Gjavata Jeti, nga fshati Ladov. Migja jam është Ahmet Ali Jeti, i zhdukur prej 2 prillit të vitit 1999 nga lufta e fundit në Kosovë. Ja sam Goran, sin Zdravko i Đorđetu i brat Zdravko i Zorana. Në këtë rajon ku përfshihen komunat si Vitia, Novobërda dhe Kamenica, pra komuna ekzistuese në vitet 99-2000, janë 49 persona të zhdukur. Në Gjilan janë 29 prej tyre, në Viti janë 6, Novobërd 6 dhe në Kamenic janë 8 persona të zhdukun. Pra, numri i personave të zhdukun në rajonin e Gjilanit është më i vogël. Në të dhënat e Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës dhe në raporte kredibile, dokumentohet se lufta e Kosovës do të lente pas mira viktima dhe bashkë me to, mira histori tragjike të zhdukjes së njerëzve. Nisur nga fshati Poklek i Drenasit, ku në maj të vitit 1998 do të shënoi zhdukja e parë masive e trupave të viktimave civile. Në mbar teritorin e vendit do të regjistroheshin zhdukje të civilve e bashkë me to, edhe zhdukje të trupave të vrarve. Historia na tregon se në maj të vitit 1998, në afërsi të fshatit Poklek të ri të Drenasit, viktimat së pari do të kidnapoheshin e më pas trupat e tyre do të zhdukeshin pa gjurmë. Kjo situatë do të pasojë nga qindra histori të tjera, ku viktimat civile të gjitha komuniteteve do të zhdukeshin pa lënë asnjë gjurmë. Në dosjet e gjykatës së Hagës, hetuesit ndërkombëtar do të dokumentojnë një plan të fshehtë të strukturave të Miloševićit, ku zhdukja e civilëve të pafajshëm ishte planifikuar. Në një fletore të një ushtaraku ishte shkruar qartë një mesazh: nuk ka krem pa trup. Mbi këtë urdhër të qartë, viktimat do të digjeshin, do të varroseshin në varreza të 2 fishta, e madje do të zhvarroseshin kolektivisht, për të dërguar më pas në Serbi, ku pati një plan të qartë për zhdukjen e gjunëve. Krahas historisë së zhdukjes së viktimave, mbi 2500 njerëz u mbajtën në burgjet e kohës. Kidnapimet dhe zhdukjet masive do të arrinin kulmin në mesin e vitit 1999. Atko, kryqi i kuq ndërkombëtar do të regjistronte 6500 persona të zhdukur në mbar Kosovën. Nga ky numër, disa do të zbuloheshin të gjallë, disa të vdekur, ndërsa edhe sot familjet vazhdojnë të kërkojnë të vërtetën për fartin e pjesës tjetër. Të dhënat tregojnë se 26 vite pas përfundimit të luftës, familjet e personave të zhdukur vazhdojnë ende betejën për të vërtetën dhe për drejtësinë. Në mbar teritorin e vendit, statistikat dëshmojnë se 10% e viktimave shqiptare janë zbuluar të varrosur në varreza masive në Serbi, ndërsa mbi 12% e viktimave të luftës vazhdojnë ende të figurojnë të zhdukur. Gjilani, Vitia, Kamenica, Novobërda, Ranilugu, Parteshe, Klokoti nuk do të bënin përjashtim nga këto histori. Haliti ka qenë shumë punëtor, shumë i dashur, shumë komunikativ, me zemër të bardhë dhe shumë i dhemshëm. Ai vazhdimisht të mundu me animu njerëzve,
me aq sa ka pas mundësi në atë kohë, se ka qenë luftë, ka qenë gjendje jashtëzakonshme, ju e dini, në ato rrethana ai kur nuk anal ka punu. Unë i kam 3 fëmijë pi martesës, edhe pse na me Halitin kemi jetu vish 8 vjet bashk. 8 vjet martese kemi pas, për që ato 8 vjetin i kam 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë, Marigonën, Getuarin edhe Agnesën, tani ma ata janë të rritur, por ata me gjithë mu kemi përjetu edhe kemi vujt si çdo shqiptar në Kosovë që ka përjetu gjatë luftës fundit që ka ndodhur këtu. Po ai si është i lindur në vitin 1929. Do me thënë kohën e luftës, ai dikun ka qenë 72 vjeçar. Ai si i ri ka punu në minjerën në Kishnicë, pastaj ka punu në qëtë liçenin e Badovsit kur e kanë punu, edhe ma vonë ai ka punu punë fizike kështu private. Fëminin ma shumë e kum kalu te ai. Edhe më ka thonë, më ka llogarit si fëmijën e vetë. Edhe shoqen e ti i kum thonë non, se ai kuptohet, mosha ata kanë qenë vjetër, unë më kanë si fëmijë edhe më kanë përgdhel. Ai punonte fizikisht në Janjeva atje, punë krahu, edhe kur vinte gjithçka më pryke pe atje, më sjellke. Unë si fëmijë natyrisht e kam dashur, e kam respektuar, jashtëzakonisht. Po добре човек служил народу, радиото механику по село на итоко. Добре, on je mlad bio tad, ja sam 24, on je bio, on 23 godine, ja sam bio 25-6 godine tu. Tek smo mladi bili, tek smo za život bili. Ai ka qenë një figurë që rrallë, domthonë, është figurë e shuar dhe një karakter ka pas shumë të mirë, ka qenë njëri i qetë, ka qenë shumë komunikativ me njerëz, shumë i afërt me njerëz, dhe në vete ka qenë pak edhe tip i mbyllur. Ka nëjsi në vetë vete. Domthonë, ka qenë shumë i zgjuar. Domthonë, sot po të ishte gjallë, mendoj se do të ishte një intelektual shumë i zgjuar. Dhe i mungon shumë Kosovës. Po ai ka qenë njëri të thash shumë komunikativ dhe shumë i zgjuar. Ka pas plana të plota. Gjë që unë e kam pas vazhdu rrugën e tij, sepse shkollën e njëjtë unë e pata fillu shkollën e mesme teknike edhe unë, duke menduar që bashkarisht do vinë diçka në të ardhmen. Mirë po, fati deshti që lufta na ndaj, domethënë. Në mes viteve 1998 dhe 1999, në zonën e Gjilanit do të dokumentoheshin krimet e luftës ndaj popullatës civile. Mira njerëz u zhvendasën gjatë operacioneve për largimin e qytetarëve nga kjo zonë, ndërsa qindrat e tjerë mbetën të vrarë e të zhdukur. Një zonë e përzier etnikisht me të gjitha komunitetet, Anomorava do të ishte zonë ku do të kryeshin krime e do të zhdukeshin trupat e viktimave. Për dallim nga zonat e tjera të vendit, ku dokumentohen masakra kolektive dhe zhdukje kolektive të viktimave, në këtë zonë vrasjet do të ndahen kryesisht në baza individuale, por jo të pakta në numër. Në këtë zonë, Fondi për të drejtën humanitare vazhdon të regjistroj 49 persona të zhdukur, ndërsa Komisioni për persona të zhdukur ka një shifër edhe më të lartë. Historitë e familjeve të personave të zhdukur janë rëndësishme dhe të tmerrshme për nga forma dhe mënyra se si ndodhen zhdukjet. Do të më teksu kur jemi tek pjesa lindore e shtetit Kosovës, që pjesë e listës personave të zhdukur janë edhe dikon 6 persona të zhdukur gjatë luftës në luginën e Peshevës. Kjo është një danë që do të menda, sepse ne fakt listat ose danat për persona të zhdukur zyrtarisht i kemi pranuar në vitin 2012 nga Komiteti Ndërkombëtar Kyçitkuq. Pra pas hyrjes në fuqi në vitin 2011 të ligjit për persona të zhdukur, mbas një marrëveshje bashkëpunimi me Komitetin Ndërkombëtar Kyçitkuq, atëherë janë bartur danat qysh në atë kohë, pra nga Komiteti Ndërkombëtar Kyçitkuq, por rast për listat, rastet të hapura ose rastet aktive, pra rastet që ishin ende në listën e personave të zhdukur, apo edhe për rastet që ishin proces ose ishin identifikuar ose mbyllur gjatë, pra po flas natën e 2012. Kam rri këtu, po ku kam rri këtu, pastaj kam marrë dorë zez. Dëshmitare kemi pas këta familjen e të Uta Sadikut. Kanë qenë fëqinjtë e parë
të cilët e kanë pas hyrja depës e lokaleve dhe ata i kanë pas banesën. Edhe unë si pas fjallëve të utës, se unë pastaj kum komuniku me ta, i ka thonë baba i të utës ki ardhë, hajde bile këto, mos rre aty. Pa ata jenë himrena dhe për një herë ju kanë lypër mrapa, i kanë marrë, pastaj i kanë ekzekutu për një heri. Kanë folë gjuhën serbe, jenë kanë të maskun, jenë kanë me shamia të lidhëne, jenë kanë të lynë me ngjyrë, me dorza, me pulla, po ku të diun si farë. Nuk e di, unë nuk i kom pa veç qa i kom dëgju të likurës ato dorzat, me ato kapsat në përdur, ato të lyna, ato shamijat e lidhne, me jelek të likurës, të veshën thjesht ata që janë thirrë dora zezë, qashtu e kanë pas përshkrimin e tyne, qashtu janë kanë të veshën. Edhe janë kanë pi Serbi, nuk e di tasha ka mujt me qenë edhe naj Serbi Kosovës, apo i Serbis nuk e di. Kur e kanë marrë Halitin, a e kanë fut në depo aty në brenda ku ka punu, biznes ti, apo e kanë dërgu në një drejtim tjetër? Sipas dëshmitarëve, ata jenë kanë depo, ata jenë ardhë me një gjip të zi, edhe jenë him renda 4-5 veta, e kanë marrë Halitin aty, e kanë hyp në atë gjipin edhe nuk e kanë qenë drejtin pa njoftur, nuk e di ka e kanë qenë për Prishtinë, a kanë qenë ai stacion policisë, apo nuk e di, nuk di ma shumë. Veç e di se deri aty e kanë marrë dhe e kanë qitë pi depos, pastaj ka kanë qenë nuk e di. Po oni su odavde, izašli po drvo su otišli. Tog jutra, 10. jula 99. otišli su po drvo šumu gore. I od tad nisu se vratili. Da li ste imali neko upozorenje da je situacija kritična ili... No nikto, mi smo tu posle rata, mislili smo to je završeno više, nema šta da bude i... Da li ste se da li ste se vi plašili da se možda nešto loše desi posle ta rata? Pa ne, nismo se ne dali ničega. Nismo nikome zločinili. Mi smo, kako se kažem, dobri ljudi. Nismo mislili nikome zlo, ni zlo da se desi. Kako je nestao vaš član porodice? Znate ono tasno, jeste imali neku informaciju kako je on nestao? Otišao u šumi po drva? Da, uhvatili ih gore, koji od njih ne znam. Uhvatili ih, odveli ih sa sobom, traktori su ostali u šumu, seljani su doneli traktore kod kuću i njih nisu me našli više. Mos i me sysko po asgjë, vetëm gojdhona, kështu të thash, ka dala ditë në mëngjes për dajve. Edhe ka thonë, po shkojmë brad. Tash, një pjesë tjetër thojnë e kemi pa në xhami. Ka dashur me falë drekën. E mas drekës, sigurisht, po supozoj, sigurisht është njësa nej, se ata kanë mendu, kanë bisedu ata që do të strehohemi, do të shkojmë brad. Atje male, sigurisht në artësie, që ka dione, do të shkojmë atje dhe ai sigurisht është njësë. Mendja pa ma merë. Ata sa unë e di, sepse unë e kam veç se jënë kanë në katon, a i ka qenë këto, veç në dëgjume, po pikunatit, që këto jënë kanë dorës parë informata shka mi ka dhenë mu, e kanë marrë dora e zezë. Ata dora e zezë jënë silë vazhdimisht në për Prishtinë, edhe po se kam rria i në lokalet vetë, ata i kanë shku për mas edhe i ka marrë. Por, për 2 orë, na e kemi kuptu që 2 ose 3 eventualisht, e kanë kuptu që Halitin e kanë marrë, po veç unë edhe vjerë jam nuk e kemi ditë. Krejt antarë të familjes tjerët e kanë ditë, edhe normalisht fëmija se ka ditë kush. Po kura bo mas darke, ka mbramja, qysh e kemi në atra ditë, vjerë jam i ka thonë kunatës madhe, a pe bën do havëll, unë pe di që gjendje e lufte, jashtë zakonshme, po me gjitha të është feste jona. Ajo i ka thënë jo, nuk moj, sepse është luftë, s'po moj. I ka thënë edhe të voglës, ajo nuk i ka thënë jo, po i ka thënë të shof për ma vanë. Mu ka drejtu muhe. Tha, Gjemile ti, ape marën do havëll, tha se unë të është Bajrami, thash po.
edhe unë e ku marru, po pa e ditë, deri sa ajo havallu u shpërnda të antarë të familjes tonë, në momentin e fundit më kanë tregu mu. Edhe aty zbesën pekere dhe aty fillojnë. Domthonë, supozohet që kanë gjujtë me snajper, se ka qenë një tentim, domthonë një territori gjatë, domthonë te në fshati ka afërsisht 600 metra, 500 metra. Dhe aty parashikohet domthonë nga bashkëtarët që kanë tregu, që kanë gjujtë me snajper ka prej fshatit. Ata ku janë konë domthonë që kanë pas paramilitarët të sushtarak që kanë pas pozicionet, dhe në drejtim të malit ka qenë edhe Mufajda Jeti, një kushërie, me 2 vajzat e veta të ka ardhur në fshat. Tu kam menduar që me ardhur në fshat to kishim na 20 të vetë, 30, 2-3 femna për më gjinë në mbrëmje, më na i bën pak bok ose diçka. Domethënë na mendojsh me një farë mënyre me rujt prodhën, domethënë pak. E domethënë aty ku kështë të treguar tek kerri, mos i dalin. Fillojnë breshri, gjojtën dhe migjën tem, e plagos sildhin kam, siç ka treguar Mufajda Jeti, pastaj edhe në kokë. Duke shku të drejt veturës, ata e gjojnë edhe në kokë, vlasin edhe domethënë vritet çatë. Hefza Jeti plagosët në kam, dhe ikë në drejtim të malit një kodrës, dhe përpjet i bas fjallëve të Mufajda Jeti që edhe i plagosët në kam, ndërsa 2 vajzat e tij, një ushtar dëshiron ta vret, mirë po 2 vajzat i gjuhen për mi, dhe një ushtar tjetër që kanë tregu, domethënë që kanë bërë rrëfime në vajzat, e kanë pështu, domethënë ka thonë ushtari lëshej se do mi tranu vajza. Çka po bën? Dhe ai tani shkon mas Hevziu, domethënë del një kodër të malit, e ndjek Hevzin dhe atje e vret. Në ditën kur xhaxhai i tij do të vritej, Gjevata Jeti do të arrestohej nga forcat serbe, ndërsa ai do të shoqëronte një kamion i cili barte trupin e Pajet të xhaxhait të tij. Trupi i Pajet më pas do të zhdukej në mënyrë misterioze dhe pa asnjë gjurmë. Tha ti ki me tregu krejt çka del. Thash unë s'di çka me tregu, sepse unë në trupin ku ishim të njerëzve ishin disa plesnarë, ndërsa unë isha më i rreve. Edhe tha ti ki me arë me neve. Aty pas një kohë vjen kamioni dhe mu më detyroi me hip kamion. Aty ku është trupi Ahmetit, a? Po, aty ka qenë migja domthonë, trupi Ahmet Ali's. Mufaili shkon në çosht kamionit i shtri i plagosur, 2 vajzat e tina, kamion, ato çoqën, edhe unë. Ato gjallë? Po gjallë, ato janë nëndë gjallë. Mu më hypin kamion dhe në çosht kamionit mrena, shkën ushtari me automat edhe më purdhën me shku në çosh atje. Domthonë na hypin kamion edhe nisën për drejtim të Bodrikës. Këtu të kryqi i fshatit tonë, aty ku kem të dëshmorët, të martirët, aty lakon kamion dhe qohet një ballon i natës, edhe në atë moment unë thënë vërtetën bi shahadet, edhe thëmë emër e Zot, futi një granat këtu. Sepse mendojsha që ma jetë nuk ka këtu. Kamioni ish mush me gjak. Domthonë nuk musha as kënd mi shkoq për gjak. 2 vajzat qajshën, ai domthonë prej dhimbte piskatke basi Mufajda Jeti. Migjen domthonë vetëm bas tesha ku mujt me domthonë me di që është migjem, sepse ai tërësisht ka qenë një masakru. Tërësisht. Edhe na çojnë në drejtim në fshatit Bodrik, e zbritin aty. Ka qenë një kryq. Kryq si ndimë do ka aty diçka. E kanë shkarkuar aty Mufajda Jetin dhe mënyrë se kanë shkarkuar veç e kanë hjek picarat dhe kanë përplas në asfalt. Domthonë ka pas piskame dhinë të mëdha aty. Ndërsa neve në Bodrik. Apo? Po Bodrik këto. Ndërsa migjen tem, mua edhe 2 vajza na çojnë në drejtim të Parteshit. Në drejtim të kuj? Parteshit. Atje në Partesh ku ishin të stacionuar. Po gjatë kanë pas atë komandën. Me njëtin kamion, a? Me çat kamion, po çat kamion.
Aty nalët para një farë magazine aty nalët kamioni, nënën tjetër ka qenë kisha, aty nalët kamioni edhe e morën një farë fletore, ja morën det njoftimin, domthonë e kishin pas det njoftimin e migjës. Edhe më vetë mu, çka ki migjë, edhe ata e gjojnë në regjistër aty që thonë, aty sërbisht thonë ovaj, domthonë kjo bje kë. Domthonë që kishin pas faktikisht të regjistru. Domthonë që ka qenë i kërku me më. Mua më zbresin, ku aty i kaloj 48 tonë për tesh, dërsa migjen me 2 vajzat i kthejnë mbrapa. Sipas bashkëtarëve, 2 vajzat kanë shkuar drejtim të Shkodrës, dërsa sipas bashkëtarëve, trupin e metalijës e kanë dhënë para xhamisë. Domthonë Pra xhamisë në fshat këto. Llado. Ka qenë një xhami e vjetër më herët, tash është e reja. Aty kanë ejtë tornatën, nesër nuk e kanë gjetur. Lufta do të lënte pasoja të mëdha në popullatën civile. Në zonën e populluar me etni të ndryshme do dokumentohen edhe zhdukje të pjesëtarëve të komuniteteve të tjera, përfshirë komunitetin serb. Është një rast konkret për shembull në fshatin Vrbovc me komunë Vitis është mbajt ku me 12 qershor 3 anëtar të një familje janë nisë më shku të disa të afërm në një fshat tjetër dhe gjatë rrugës, edhe pse kanë qenë makinë, janë zhdukur, makina u gjetë mirë, po ata asnjëherë nuk janë gjetë. Ato fshatra i kanë qenë në mos konsiderueshme të banume me serb, kanë qëndru edhe pas përfundimit luftës, edhe sot ka serb që jetojnë atje, mirë, po nuk ka ndonjë informacion se cili ka qenë fati i tyre. Flasim për 3 qytetarë serb çdo. Po. Në fshatin Vrbovc të komunës së Vitis. Jo, nuk di kush se ka pa. Vetëm flitet që mes 500 pret do më honë mas 3-4 masi u bëni rivarim do më honë atë se ka qenë Evzeja jetë, nga një mjetë e jetit të vramë do më honë motre vlla. Ata kanë bërë rivarimin dhe flitet që aty është varroz do më honë edhe migjem dhe një lopë. Një kofon do më honë në bazë vjetëve përshkruajnë që 40 vjetë u bën, edhe në atë vend ku u supozu që do më honë varrimi ti, kena gjetë vetëm lopën. Me bagër mas lutës e kena kërkohë, ndërsa migjen nuk kena mujtë me gjetën. Atë varrim po thu që e kanë bërë forcat serba? Po, u gjetë një dokument, si të regoja i kushtërinë me parë, u gjetë një dokument, ata kanë gjetë, të vëmeni ka qenë në Aravijo, dikush po thotë se fjallët po bënë në përfshatë, nuk janë fjallët bashkë të sigurt, të mirë po flitet që qaj dokument u gjendë ku ka marrë pjesë rivarim disa sërbë, me emën, me bjemën, e kanë gjetë në shtëpinë Brehim Ajetit. Edhe ai dokument tani ju ka marrë, që ti Naim Ajeti, do më që vizitu merret, ju ka marrë këfori. Edhe më ma dokument nuk o gjinë kërë. Aty shkruan do më koha varrimit, sa vetë kanë marrë pjesë marrës, sa vetë kanë qenë. Në ditët e para të pas luftës, jo të gjithë mendonin për rindërtimin e shtëpive të tyre. Kryqi i Kuq ndërkombëtar kishte hartuar një listë me rreth 6500 persona të zhdukur. Një pjesë e tyre do gjendeshin të vrarë, të tjerët në burgje, por fatkeqësisht ende jo të gjithë janë gjetur. Për familjet, detyra për të angazhuar për të kërkuar familjarët ishte angazhimi kryesor i asaj kohe i cili vazhdon edhe sot. I kako su oni primali? Šta su vam oni rekli? Jel su nešto obećali? Pa da je bilo samo jedan, ajde oni dolazili i menjali se. Svaki dan dolazi drugi kvor. Ne taj isti što ispita. Thash, me njëherë pas luftës, do me thonë, muajin e dytë, ashtu qershor, dikun ka korriku gushti, kemi shku në Ferizaj, është emru vllave të dajt e ti, i ka ndonë qito fjallë që i thash unë,
u ka këto, ka dal, a ka dal me shku në xhamia, u nis për brad, çto dy opsione kanë qenë, edhe ma tepër thoj nuk dim asgjë, nuk dim se edhe ne jemi kon panik, jemi kon tu hec, edhe ata për Maqedoni, tu bogati me dal. Për post me Prishtinë kena pas maltretime edhe pi serbëve tjerë që lajmërune për mes njerëzve, për mes telefonave kanë pa provokime, i kanë fol me konatin tem, i kanë thanë që është i gjallë, na kanë qenë një orë dorës, ka ardhur ma ka pru konati, kanë thanë jo nuk është i Halitit. Pastaj na kanë qenë një jakne, unë e maj mens, cilat rroba ja kom dhanë si sad edhe nuk jam në gjendje krejt mi dit pi azde në zhëshka i kom dhanë rroba shaka vesha dit. Po na prune një jakne të likurës me plumb dy antë, tej për tej. Po unë thash askja nuk është e ti, ai është taku me ta në Shkope, është ka në gjendje gjithë shka me ba. Dhe ke jem gjendje gjithë shka me shite, me krejt pasunin që i kemi, veç me e gjithë dikon Haliti që është i gjallë. Se ata lushin me, sikur me shumë shqiptarë tjerë, lushin me neve, si dhe masa dhe ne kanë që e kanë pasin shënjestër, që ka njoft në i sërbë lokal edhe ja ka dhanë numrin e telefonit dikush tjetër edhe ku ta dione çka e kanë gjendje ata, gjithë shka mujnë më kanë veç njerëz jo. Një i zhdukur apo një i vrarë nuk është vetëm një numër në statistika. Ajo është një mungesë që vazhdon të jetojë çdo ditë në familje, një plagë që nuk mbyllet kurrë. Në përditshmërinë e tyre familjet u trazuan çdo ditë nga lajmet dhe nevoja për të kërkuar familjarët e tyre. Çdo lajm për zhvarrimet ishte një traumë për secilën familje. Drago Dano Gjet, Ismail Hakia, ata e kanë bashk. Po rrobat ja kom njoft në katalog të rrobave. Pastaj mas 3 viteve që gjetëm Ismail Hakin, e kemi gjetë edhe Halitin. Pastaj pas kësaj ekspozite, po filloj se ekspozita ka pas plot. Po njona që nuk mëj me harru korë, se po mdo këtë sada ditë këndërman erë në hunë teme për robave dhe artefakteve, është fabrika e bukës në Fushë Kosovë. Ajo ka qenë fabrik shumë e madhe e bukës, po në atë fabrik kanë qenë katër rena me roba dhe artefaktet personave që i kanë gjetë në përvarreza masive, edhe u dasht të secila me shku në krahin e djathtë, më këthy prap krahin e djathtë tjetër, prap me shku kështu, më këthy, dhe më thanë 4 herë. Po interesant ka qenë se momentin që na, që çfarë ndjenje, momentin që nuk e gjeshëm, një farë ndjenje në lehtësimi, mendojshëm që nashta dikon është i gjallë, me ronë dorë të serbëve, më do këtë pak serbëve, po thamë, edhe me pështu i gjallë shumë pak, shqiptarë tonë kanë pështu ashtu, kush ka ronë dorë të atynve, e kemi ditë që kanë apretë. Po, mas luftës, për 6 vjetë e gjysë Halitin nuk e kemi gjetë. Shpresa ime e fundit që më ka shu që ai nuk është më gjallë, ka qenë kur e kthy grupi fundit i Gjakovës, njerëzit rinia, djemtë tonë që i kanë marrë gjatë luftës që u kthyn, atëherë u shu shpresa që ai mundet me qetë i gjallë, po unë prap jam kanë përkushtune me e lyp, me gjetë nështë ajo Halitin, po deri personin e fundit gjdukur që është në Kosovën, s'kisha dashtë më nalë. Kemi gjetë dhe thot kanale të hapura me eskavator, të gjata, dhe njerëzit e hudhër në kanale,
do thotë ka pasat fush Kosovës, të Rrathinës, kudo, apo ndonjë tjetër që ka arë në Prishtinë, të udhër një mbi një, ashtu do thotë pa kurfar kontrolli. Kanë qenë 2 kanale ekstrem të gjata, për cilat pastaj më vonë ato kaluan edhe në duart e ekspertëve të mikut e morën primatin dhe ata pastaj filluan të punojnë. Këto 2 kanalet e mëdha në Prishtinë, atë kujtohet sa ka qenë numri njerëzve që po ne nuk i kemi hapur të gjitha, njerën e kemi hapur një, me thënë, 6-7 metra, dhe mund të thëmë se njerëzit kanë qenë deri në 3 kate njëri mbi tjetrin. Do thotë të hudhur. Kanë qenë viktima shqiptar? Shqiptar kanë qenë, sepse disa të cilët i kemi kontrollu të identitetit ka qenë shqiptar, ku nuk ka rënë njëri prej të parëve që faktikisht e kemi qyrë sa ka diçka për identitetit, kështë pas një letër me numra telefonit, dhe numre parë të telefonit që e therëm në ja ditë, kështë qenë familja tina në fushë Kosovë, të gumë që ndodhët aty. Qështë kja reagimi? Po, që kam e thonë, kjo ndoshta edhe kam e lanë pasoja, po të thema si, sepse për mu, për këto 25 vite që marrë me këtë punë, nuk ka qenë e vështirë, nuk është të hish në varë, nuk është diçka e lehtë, sepse është shumë e vështirë të shkosh në Serbi, të njekësh mbi 2000 pika në Kosovë, të nxjerrësh një trup apo skeletin e një trupi që ka 206 pjesë kockore. После тога ми знамо само да су пронаđeni u masovnu grobnicu u Ugljare, gde su bili 14-15 tela, valjda, sahranjeni, izvađeni posle toga i prebačeni u bolnički krug, gde je bila hladnjača. Posle toga mi smo gi intenzivno tragali preko kvora, američkog kvora. Posle toga kvor je došao ovde u selo, rekao nam da imate i ti ljudi neki u bolnički krug tamo u hladnjaču zatvoreni, možda se, ako možemo da idemo da identifikujemo. I kad su nas odveli sa svoji američki džipovi, mi smo tamo otvorili hladnjaču i okrećali smo svih 15 lešova da bismo našli. Po delo smo prepoznali da su oni tu. U svaku torbu su bili posebno, znaš kao. To je. Posle su bili u Prištinu na obdukciju, gde bili prebačeni i posle, koliko mu dođe tu, oko 4. septembra su sahranjeni. 20. pronađeni u Ugljare, dok obdukcije, posle 15 dana sahranjeni, američki KFOR doneo Rusima, Rusi su nama doneli u kuću i na groblje. Po edhe këtu ka pasur raste kryesisht individuale, për cilave mua më kujtohet një rast në komunën e Kamenicës, para 2 viteve, ku kim pas një informat të mirë besueshme që mbetjet mortore të një individi të komunitetit shqiptar gjenden në një fshat të banuar me serb. Edhe patëm ardhur urdhresin, patëm dal, patëm ngërmu me javë të tëra, mirë po në fond nuk kemi mundur ta gjejmë këtë individ. Ka mbetur që të sigurojmë prapë informata të reja dhe të kthehemi sërish në atë lokacion. Më ka mbetur në kujtes ky rast, sepse kujtoj më shumë, ndoshta 2 muaj kemi kaluar në atë lokacion për të kërkuar këtë individ, por për fat keq nuk ja kemi dalë. Edhe pse informatat, po them, ka qenë mirë besueshme, mirë të dokumentuara, mirë po vetë lokacioni i saktit për vendodhjen e trupit në fund nuk ka rezultuar tjetë aq i saktë. Në mes viteve 1998-1999, nga Kosova në drejtim të Serbisë do të dokumentojë bartja e trupave të të vrarëve nga të gjitha zonat e Kosovës. Sipas të dhënave të Tribunalit të Hagës, të vrarët nga masakrat kolektive u zhvarrosën
dhe u dërguan në varreza masive në Serbi. Deri më tani mbi 900 të vrarë janë risjellur në arkivolën nga Serbia. Kjo shifër tregon se rreth 10% e viktimave të vrasjeve ishin mbartur më shumë se 400 kilometra larg në territorin e Serbisë, me qëllimin e vetën për t'i zhdukur gjurmët e krimit. Në mbar vendin, edhe 1560 persona janë të zhdukur, ndërsa ekipet mjekoligjore ende kanë dyshime se disa persona të vrarë vazhdojnë të mbesin të varrosur në Serbi. Pra nga 5 varrezat masive të konfirmuar deri me tani për këto 27 vite, duke filluar nga rasti Batenicës që flasë për më shumë se 740 kufoma, pastaj Petrovosellën, Bajna Bashën për 3 lokacione të 3 varret e para masive të iniciuar ose hapura në vitet e para pas luftës, kryesisht gjatë vitit 2001-2002. Ndërsa fundmi 2 lokacionet e varreve masive në regionin e Rashës, pra në kurorë në Rudnisë dhe lokacionin afër minerës Kizhevak. Ka një së lokacione në territorin e Serbisë për cilat besojmë më vonë do të kemi mundësinë për të biseduar. Aktualisht kemi 1506 persona për fatin dhe vendodhjen e cilën nuk dihet, por që janë listën e personave të zhdukur. Pavarësisht them tash të interpretimit që në rastin e luftës së Kosovës mesat ka më shumë se 70% raste tani më të zgjidhura, që është një statistikë në cila krahasohet me shtetet e tjera, mesat Kosova në këtë rast qëndron duke më mirë. Kur i takon familjarët, ka nis me u dëshpëru dhe me shu shpresat. Ka nis me besu që ndoshta në secilën luftë sukses është 70% e viktimave, mos zbulu 30% mbetet një mister. Çka ju thua ty? Në ato raste s'ke çka thu më shumë përveç se ne nuk duhet të ndalim dhe nuk do të ndalim realisht derisa të jemi në këtë punë dhe derisa vazhdojmë të punojmë, duhet të kërkojmë informata për vendodhjen dhe fatin e tyre. Jemi të vetëdijshëm se në gjitha kontekstet, gjithandaj botës ku ka pasur konflikte të armatosura, çështja e personave të zhdukur nuk është zgjidhur në tërësi në asnjë prej këtyre rasteve. Mirë po, prapë kjo nuk duhet na dekurajoj. Ne jemi të vetëdijshëm që gjithashtu deri me tani në Kosovë rreth 70% të rasteve janë identifikuar, mirë po për gjithë personat që kanë qenë raportuar zhdukur, mirë po ne ende po pranojmë informata, ne ende e dim që një numër i caktuar besojmë që ku mund të jenë dhe pikërisht ky është edhe insistimi jonë që të bëhet një trysnim e madhe në autoritetet serbe që të hapen këto arkiva dhe të dihet spaku për fatin e ndoshta edhe për vendodhjen e këtyre viktimave. Ka rënë me shkum varrim? Me shkum varrim, mi varros, edhe pastaj me mendu ata për shembull që ndihesh si i lodhur, i kputur, edhe ndihesh si askushi, sepse çdo takim me te ka qenë gjejma, djalin, gjejma, vajzën, gjejma, edhe ai vdes, e ti ndihesh si një asgjë, do thotë, se s'ke mujt do thotë me në atë të cilët i kemi njoft, po i bartën vete, do thotë adhimbe se si ka shkuaj njeri. Edhe ka njerë ndihesh si askushi, që nuk je një njeri i Zotit, se s'ke mujt bile spaku atë dëshirë me aptëcu me gjithë para se ai të vdes. A krijon dëshpërim kjo të ju edhe të familja në rast se në informacion rezultoni pas suksesshëm? Krijon pak dëshpërim natyrisht sepse sidomos kur e kemi informatën që na është servuar si e mirë besueshme, në fond nëse nuk ka rezultat krijon dëshpërim. Në veçanti edhe nëse shpenzojmë shumë kohë dhe resurse në atë lokacion dhe në fund kemi rezultat negativ, për neve është dëshpëruese. Por natyrisht për familjen është shumë zhgënjyese kur nuk kemi rezultate dhe ajo ndjenja e pasigurisë, ndjenja e mos dijes
vazhdon të ekzistoj për këtë familje. Dasmat për 9 vite mas luftës, asën as minja s'kemi marrë pjesë në për dasma. E në për ahenjë, jemi mënu më distancu, mas me u prish njerëzve, gëzimet, edhe mas kësaj kohë, pas taj fëmija u rritën pak, edhe më thajshin, mami tash do të me qenë edhe na pjesë e ahenjëve, gëzimeve familjare tona. Nuk e di, edhe bashkë gjithë të në përjetimeve, vujtjeve, një mundu me jo tha njerë fëmive që jeta vazhdan. Ku kemi shku dikon për ngushëllime, jemi mundu me hinë shpirtin atënve që kemi shku me ngushëllu, sepse kemi përjetu vetë, kena pas rastin e ranë. Por, ku jemi shku dikon dasëm, jemi mundu më përmbajtë, mas me ja u prish njerëzve, gëzimin, po, ku kemi pas diçka në familje, normalisht, familje më të ngushtë se marana kemi përjetu. Me shpresën për që mu gjeta, ka dikush që ka vdek? Ka vdek gruaja vetë, ka vdek baba jam 2003, edhe vllai i Ahmetit. Çka theke baba për Ahmetin? Ka hanë gjithar inshallah xhinet, inshallah. E gruaja ti? Edhe gruaja ashtu, ajo non stop do ma ka përmend çdo herë. Nuk u gjen, ç'është. Tre herë loa e shë ndër lo në herë. Kur nuk e kom pa ndër. Më falni, në ashta kisha pas që veç një herë me pa. Isha qmal. Garant mu kish ik mërzia. Janë nuk e kom pa kur. A heshin e ndër në herë? Po, hesha ndër. Qysh vjen ndër? Nuk e di edhe pse, ose vjen joj të qesh, ose nështë edhe pse na mërziteme dhe sa da dit. Po, diqysh vjen ndër për me shku. Vjen, ndër e shaf, edhe gjithmonë të ugut se do të më këthy. Me qenë se më radë, të thotë edhe një artikull e këm pas për njëtën, Barbara Fredrickson thotë se shpresa është diçka që ta do zemra. Në zemra dihet, për shumë për një prind qka që fëmijën ta ketë të gjallë. Për këtë arsye edhe shumë familje tjera, edhe me tutje kanë shpresë që mos rastësisht janë të gjallë në Serbi apo në përburgje private, sepse kemi raste të ndryshme të historiatëve që kemi qenë afërsime ta dhe kemi dëgju, dhe edhe me tutje mendojnë që mos janë të gjallë, do të thotë, dikun në Serbi. Kjo në një formë është edhe normale të them, sepse përderisa nuk është gjetë diçka, normal që asnjë familjar nuk ka qef me ndihet më të keqen. Po vdesin njerëz me shpresë. Me shpresë, po. Shumë njerëz kanë vdekur me shpresë, pothuajse të gjithë i kanë njoftë. Ono što mogu da garantujem jeste da ljudi sada posle ovoliko vremena ne veruju u to da će se oni pojaviti živi od nekud. To je činjenica. Ali ono što veruju i u šta se nadaju jeste da će jednog dana pronaći bar ostatke. A sigurna sam da negde u dubini duše neko od njih je svestan da možda jednog dana ode s ovog sveta, a da ne sazna istinu o svom nestalom članu. I to je jako tužno i žalosno, ali to je prosto činjenica. Evo, kao što sam rekla, imali smo primjer i gospodina Milorada i gospodina Bajrama, koji su bili
mogu reći, glasnogovornici, zagovornici ljudskih prava pre svega, zagovornici prava porodica nestalih lica koji su se borili za prava porodica, ne delići porodice, ne delići žrtve na nacionalnu, versku pripadnost, i oni su otišli sa ovog sveta ne saznajući istinu o svojim najmilijima, a pomogli su mnogima da svoje članove porodice pronađu. Tako da verujem da u svakome postoji nada da će jednoga dana pronaći svog nestalog člana, ali činjenice su takve kakve jesu, da vreme prolazi, ljudi nažalost stare, nemaju više ni snage, ni volje, niti su zdravstveno sposobni da aktivno učestvuju u ovom procesu, da traže svoje najmilije. Većina od njih je i otišlo sa ovog sveta, tako da plašim se da je kod porodica, koliko postoji ta nada, mislim da negde podsvesno se i plaše da do toga neće doći. Po nekom robata Latinen katolikom. Tash 6 vite mas luftës. Vetëm 6 vite mas luftës ja kom hje garderobën me përjashtim një palë. 6 vjetë e kom pritë. Vetëm një parë tesha kom, një sako, një parë patolla. S'kam tjetër. Kujtimet, po se si fëmi, thash, ma shumë ma im ka rritë se baba jam. Ti personalisht, a ki shprej sa hala që mundot më gjetë? Besoj, unë shpresoj, sepse jo veç për miqën tëmë, po unë shpresoj për krejtë.